Po, unë edhe sot besoj, edhe deri sa vdes ku me besu këtan, që ajo nuk është logjik, apo të në logjik me menu, unë edhe kum vetë edhe gjendë që kam pak njohërin këse drejtime sene, unë për vetë e alor dokument s'kum pa sakt, zyrtar për shtetit, që kjo ka ndodhë se që kjo ka ndodhë, mirë po sa kum njërë në përmes media, ajo lem pak me, që me thonë, unë e dyshoj për veti që festimi nuk ka arë në atë pikë me mytë vetën, se s'ka pas arsye pse, e para sen, e dyta sen. Po supozojmë që edhe ka dasht me mytë vetën, po tash kjo legjenda e prejti vetë, son e kum pa vetë gjenazën, e kum la me dur të mija, e kum la gjenazën, festimi u koni prej mfët, u koni prej mazveshit, edhe u koni këtu të poshtë. Për pej fyte deri këtu poshtë, besoj që u koni qelë prej mjekësisë ligjore, autopsia ku ju ka bo. Për që të mazveshit nuk e di hala përshka u prej mazveshit, edhe në fët. Në fët unë me thik, pa e ka pas i lavër me pas të. Apo të me thik nuk, shumë pak është e besueshme që njeri mundet me prej vetën me thik në fët. Do të thotë çto rrethana kur ju vetë keni pa xhenazën e kretë, kanë bo me dyshu që këtu mundet me pas palë të tret. Po, për mu nuk diskutohet këtë muhabet. Unë kam drejt me dyshu edhe kam drejt me besu atë që e menoj, edhe kombinaj për mask mendimi tem deri në fund, deri frymën e fundit. Nashta kur nuk e di kush e ka bo, po gjithmonë ku me shpresu që e vërteta ka me dalë në shesh herë do kur do se bas asaj që e dimi deri sot as një gjak nuk po shku pa u zbulu, pas rasti festimi s'ka me met pa u zbulu. Është drejtësia